Në fakt pjesa e shtëpiave shkolla. Po, pjesa e shtëpiave shkolla fillon realisht në janar të vitit 1992. Më kujtohet shtatori i 1992-s na kemi shku para Sami Frashërit. Si nxënësa të Sami Frashërit, nuk pata regjistru në gjimnazin Sami Frashëri dhe kemi shku si me tentu me hy në shkollë. Edhe më kujtohet dita e parë e shkollës të mesme, duket vitja që e zhric, në më thonë është një farë edhe nga zlimi që vjetu shku në shkollë të mesme, po të njëjtën kohë tash po shkojmë te Sami Frashëri. Sami Frashëri ka qenë pashtu shkolla ku nana eme ka kryer shkollën, edhe do të thonë një ditë arsimtar të Sami Frashërit, pi nanës, pi kështu. Sami Frashëri ka qenë një objekt cilin e kam pa veç ato ditë, që ajo më duket si ka qenë java e parë kur kemi tentu me bu protesta dhe me hy. Kujtohet herën e parë kur erdhën shumë polic edhe na nalën edhe do të thonë bënë një farë korridori që ata, si me thonë, 20 nxënës sërb me hy, edhe na ishim me qindra jashtë nxënës shqiptar mos me hy, edhe më kujtohet, do të thonë, sërb të hyje të na përkesh, edhe të na thonë fjalë të ndryshme dhe më kujtohet një që ndjenja e poshtënimit, që e ndjenja e fyrjes, që e ndjenja e ku, dhe më thonë, nuk je leju me pas qasje në shkollë, apo kur gjë që ka qenë e zakonshme s'ka met e zakonshme, apo dhe më thonë, në dhetat sidomos kanë qenë që ashtu, në çdo ditë diçka ka ndryshu në dhetat, çdo ditë ka pas në dram të re, edhe kemi qenë për herë që të farë hijen edhe kërcënimin e luftës, sidomos në që ato 2-3 vitet e parë në dhetave kanë qenë shumë dinamike, ka pas shumë protesta, më kujtohet, më thonë, unë edhe Mimoza ikshim në për protesta edhe si 14 vjeqare, 15 vjeqare, më kujtohet që prindërit mes kanë qenë kështu shumë t'lumtun për faktin që shkojsha në protesta. Për mua ka qenë që ajo një farë mënyre unë më pas qef me shku në protesta si fëmijë, edhe për mua ka ndohë protestat, edhe pse kanë qenë të dhunshme, sidomos protestat e fillim të 90-tave kanë qenë shumë të dhunshme. Kujtohet protestat e 92-s këtu para fakultetit tash, ku na patën gjujt me kështu me ujë, edhe ka qenë shumë dhimbshëm se ka qenë ujë shumë i fuqishëm, shumë i vrullshëm, edhe ka qenë shumë ftoftë, edhe unë e kisha hallin më të madh që ka me më thonë prind kur shkojnë shpe me tesha të lakta edhe që shko mu bo problem që prapë kom shku në protest, po leje. Dhe më thonë, protest që në fillimin e 90-tave ka qenë që ashtu jashtëzakonisht dinamik i dhunshëm, me shumë polici, me protestat e orave policore. Po, ora policore, do të thonë, me një herë për 89-s na e merit me një farë mënyrë në orë policore. Do të thonë, edhe ku nuk ka qenë fuqi ora policore, me dalë në mramje nuk ka qenë opsion. Apo për shembull na kemi pas neja t'i bëjshim kanë qenë do mesnata, kanë qenë do kafiqa dhe në Bregdjellit, na i bëjshim nejë si, me thonë, 12 ditës, një edhe kemi pas shishim do perde të zeza në qatë kohë kështu si mod me ngu heavy metal, unë ngujsha heavy metal, edhe shkojshim dhe bëjshim qështu, këse ishim se sëllshim kryt ka një 2 orë ditën, edhe shkojshim anë në shpi me hongër dhe drek, me mamin e me babin e poshtë, dhe më të nuk unë që ajo na unë ishi shumë interesant qysh gjonat që qëta e janë komplet jo të zakonshme, për neve patëm but zakonshme edhe nështë pse je i ri, po edhe menoj që si gjenerat kemi qenë ma reziliente, kemi edhen, jemi mundu mos me met mrapa në kur gjo, kujtohet që ka qenë shumë e rëndësishme për neve edhe me dalë edhe me shku të një tjetri edhe me bo
i thoshin bo part, me bo zhurka, apo edhe përkundër këtyre rrethonave. Dhe mendoj që në vitet e 90-ta ka pas edhe domethënë keq ato struktura që kanë qenë rigjide, të kontrollit e kështu, mendoj që prindërit tonë ju kemi dhimbt më shumë se zakonisht në vitet e 90-ta, se diqysh e kam pas një farë ndjenje që jemi tu e tu një farë familje rinie e cila s'ka qenë e zakonshme dhe më kujtohet që po dhe kanë qenë shumë të preokupum me mbjetesë. Domethënë një mirit Kjo ka qenë faza që kanë humbë punë shumë. Po, printe me baba ka vazhdu, baba ka punu në rilindje, baba më ka qenë redaktor teknik në rilindje, po mdoket prej 87-s, ma herët ka punu në një kompani tjetër plastika, është dizajner grafik. Nana ka punu pjesën më të madhe të jetës së saj në komunën e Prishtinës si juriste. Nana e hub vendin e punës me domethënë janë protestat që organizon sindikata e punëtorëve në Kosovë, edhe janë protestat të cilat vetëm domethënë kujtohet 3 shtatori në 1990 si një ditë ku domethënë çdo gjë është një farë dite ku punëtorët nuk shkojnë punë, po dhe në përgjithësi këtë shqiptarët në një farë mënyrë refuzojnë me marrë pjesë në jetën publike. Dhe është një ditë ku domethënë është gjithçka është shumë shkret. Më kujtohet që kishim dritare dhe na si fëmijë kishim që me dalë pak, po është dita ku domethënë është një farë si proteste punëtore, po është protestë gjithë popullore, një farë si refuzimi me participu në qatë regjimin e Miloševićit edhe çato ndryshime strukturore që i bën Miloševići. Edhe nana e me shumë, domethënë mas qasoj, e merr një letër, si më thonë, mas 2 ditëve, edhe ku shpallët si, domethënë për shkak pjesëmarrjes në protesta, edhe shpallët si tepric teknologjike, ju thëshin ata, po domethënë në 90-tat këtë Jugoslavia është në fillim të luftës, po edhe në krizë jashtëzakonisht të thellë ekonomike, edhe për shembull në Kosovë ndër politikat e para të Miloševićit krahas me qatë mbylljen e shkollave edhe spitaleve, fillon edhe përjashtimi masiv i këtë punës. Këtu nana metet po punë, për nanën ka qenë përjashtimi i punës jashtëzakonisht i vështirë. Nana eme ka qenë gjenerata e parë në familjen e saj që ka pas të krymë universitetin, ka qenë dikush e cila ka punu jashtëzakonisht shumë, ka qenë nxënëse mirë dhe për to ka qenë gjithmonë puna edhe pavarësia ekonomike si një farë emancipimi edhe sigurie dhe arritje dhe më kujtohet përjashtimi i saj për punës e pat lënë këtë të humbur në kuptimin që një si pa identitet apo e ka punu të njëtën, ka punu për moshës 21 vjeqare edhe tash në moshën ku mund me kontribu mas shumëti ka me të pa punë. Edhe për to ka qenë jashtëzakonisht vështirë që atë periudhë më kujtohet që e shishim ka një herë tu qanë në balkon edhe jo, mirë, më ketë mirë që më dhe ma ketë se na babi po punojnë apo. Edhe ka qenë kohë e krizës të madhe ekonomike, gjithë rreth neve kanë humbë vendet e punës, agja, me gruna agjës në pej, gjithë që domethënë kujtohet në familje, burrat e tezëve, gjithë, domethënë për çdo ditë ishte një telefonat për dikujt që e kanë qitë për punës, që ka humbë vendin e punës, keq qaj sistemi, keq aty në njerëzve për teje, për një herë, si më thonë, më shumë se 90% njerëzve janë po punë. A keni një ju presion për të soj me u angazhu? Ka qenë alo shumë herë. Mu angazhu ku në punë, në shka do kështu? Na
s'ka pas dhe shumë vende pune, qëto është edhe problemi, domethënë nuk ka pas vende pune. Domethënë me faktin që gjithë këta njerëz janë përjashtu masovikisht për punës, thjesht nuk ka pas hapësira të punës. Më kujtohet moshën 16 vjeçare, era por që kom punu një kusheri jemi ka pas një furrë në Peje, pa të qelë që atërë vaj 15 pa punë, ja qenë deputet për Pejës edhe e ka pas një ide që ka majtë furrën për shumë pak vjetë, e ka pas një farë ideje që njerëz gjithmonë kanë nevojë me bli bukë, edhe në kohë të krizave të mëdha i vetmi sen që ka me funksionu janë nevojat bazike edhe qëto pakursime që ka pas i pa të ble do makineri në Turqi edhe i pa të pru në Peje edhe mund kujtohet që vitin e parë që u pa të qelë unë pa të punu të në verën në furën të bukës në Peje dhe pa të bli vetit martinkat e para, storkat e para, ka qenë shumë krenore që në atë kohë të këtu ka qenë shumë të shtrejta, po kanë qenë edhe kështu si simbole të një farë subkulture që ka qenë e rëndësishme për neve. Unë kam qenë veçanarisht krenore që i kom blenë në bare që i kom fitu të punu në furë. Kështu që ajo ka qenë, domethënë nuk kemi pas, unë s'kom pas vende tjera të punës përveç kësaj gjatë shkollës mesme, domethënë qëto mujt ku kom punu në furë, po domethënë sepse s'kishte edhe s'ka pas shumë mundësi, domethënë këtë angazhimet tona kanë qenë vullnetare. Më kujtohet në 95-ën, Valentina Saracini që kam pas pashtu kojshike, të edicione jam e interesume. Nëjëherë i kemi këshyrë edhe fëmijë, qështu, domethënë që kemi bo, e këtë puna që kemi bo ka qenë kryesisht vullnetare, në ishim shumë për shembull kur na jep këtë dikush në libër, na shpërblejke me qështu diçka. Kujtohet Valentina më pa tregu në 95-ën që Gjeratina Vula Buqinca Vula edhe Afrodita Saracini janë të e bo një farë kursi për gratë cilat janë të për vajza cilat janë të interesume në gazetari. Unë në atë kohë më qenë interesume në gazetari në 90-tat. Nështë pse kom pas qef me lexu, po edhe kom pas nevoj mi përcjell ngjarjet me lexu. Kom qenë interesume në gazetari edhe kur më ka tregu Valentina kemi shku të Gjerin shpe që ka qenë pashtu në lagje në Dardani dhe bashkë me Mimozën për mu ka qenë kështu ndoshta po ashtu një ndër përvojat ma formative në jetën teme që ajo e dhoma e pritjes e kuzhina e Gjerit edhe ku jemi konë plot ku e kom taku Eli Krasniqin, ku e kom taku Valentina Krajen, Jeta Gjarën, apo plot qika tjera të Mahallës e qika tjera të Prishtinës, cilat kanë qenë të interesume me mësu me bo diçka. Te Gjeri edhe te Afrodita shkojshim kështu në për shpe, unë e pa kujtesën e keqe nuk të di sa herë njaft, po mu duke që kogja shpesh shkojshim nështë një 2 herë, 3 herë njaft, edhe vishin njerëz ndryshëm, na mojshin kurset ndryshme për shembull për fotografi, kurse për qysh me përdor kamerën, kurse qysh me shkru një lajm, apo mandej me anë të media projektit, organizata e Gjerit dhe Afroditës ka pas me media projekt, me anë të media projektit mandej kemi qenë të ekspozume organizatave tjera të grave, kujtohet notë e 6-ën, pata shku për herë të parë në qendrën për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve, në qendrën e Sedia Ahmetit edhe Vjosa Dobrunës, Sedia, Vjosa, gjitha këto gra për mu kanë qenë kështu gra jashtëzakonisht shumë inspiruese, më kujtohet në qatë podrumin e qendrës, ka qenë hera parë që mas një kohë të gjatë, për duhet ka qenë, mandej e kom kuptu që kanë qenë Anne Snito,
edhe Lepa Mlađenović, Ann ka qenë një feministe famshme amerikane që bike shpesh në rajone në Ballkan dhe në konë kështu kurse për peaceful resistance, po nuk majnë men shumë prej çka është thonë ato kurse, po majnë men për një farë energjie të re që edhe ndryshe që ka qenë qatë farë podrumi. Më kujtohet në fund, në konë do lojë që për neve kanë qenë të çuditshme, domethënë, do që shtu edhe mund pa qëllu me pas secret frienda protector, vjusa do brunën edhe vjusa me pat jep do kartolina, ka qenë një farë, ka qenë një farë çështje mentorshipit këtyne grave, edhe një lidhje që është kriju, që ka ushqyer edhe qatë ndjenjen e, ndjenjen me bo diçka. Mendoj që një shtytje e madhe për mua ka qenë që ndjenja për me u angazhu edhe me bo diçka. Këtu, media projekti ka qenë një farë hapësire ku me vajza tjera kështu, po ishim shkrime ndryshme, kemi pas një farë reviste Eritrea, po ta dalë në faqet parë të revistës, edhe për mua ka qenë më një farë pak edhe turpi se Përsa keni shkru? kemi shkruar për çështje të ndryshme ditore, me